Faleminderit kryetar, të dashur qytetar, të nderuar kolegë, të nderuar përfaqësues të kontrollit lartë shtetit. Raporti që kemi në dorë është një dokument teknik dhe një pasqyrë në tablon e cilës sigurisht ka edhe kontraste. Përparime domethënëse, por edhe mangësi që kërkojnë një reflektim të thellë institucional. Kontrolli i lartë i shtetit mbetet institucioni më i rëndësishëm i llogaridhënies financiare në vend. Ai ka përmirësuar dukshëm cilësinë e punës përmes auditimeve dhe digitalizimit proceseve, dhe këto janë ato çfarë dëshmojnë një angazhim serioz, por sigurisht jo ende të mjaftueshëm për t'i dhënë Shqipërisë standardin e kontrollit të plot, efektiv dhe me ndikim real mbi politikat publike. Në raport theksohen disa rritje të rëndësishme, siç janë rritja e bashkëpunimit me institucionet e pavarura, përfshirë aty SPAK, Prokurorinë e Përgjithshme dhe gjykatat, me 13 kallëzime penale gjatë vitit, apo konsolidimi i metodologjisë së riskut dhe menaxhimit të cilësisë në përputhje me standardet. Gjithashtu ka bërë një hap domethënës drejt transparencës përmes publikimit të raporteve, komunikimit të hapur me qytetarët dhe trajnimit profesional të audituesve. Dhe këto hapa janë sigurisht hapa që duhen inkurajuar, sepse forcojnë kulturën e llogaridhënies dhe bëjnë administratën publike më të përgjegjshme ndaj fondeve të qytetarëve. Por sfidat sigurisht mbeten serioze. Raporti zbulon disa shqetësime thelbësore që askush nga ne këtu nuk mund dhe nuk duhet t'i anashkaloj. Zbatimi i rekomandimeve mbetet në nivelin e pritshëm. Vetëm rreth 61% e subjekteve kanë raportuar mbi ecurinë e masave korrigjuese. Ka reduktim të auditimeve në disa fusha me ndjeshmëri të lartë, siç mund të jenë mbrojtja, siguria apo administrimi i pronës publike, pa një shpjegim të plot. Ka mungesë të burimeve njerëzore me pozicione vakante për të dytin vit radhazi, gjë që rrezikon sigurisht cilësinë e auditimeve dhe ndikon në kapacitetin e institucionit për të ndjekur me ritëm dinamik ndryshimet fiskale dhe ato teknologjike. Ende mungon një sistem i unifikuar për të monitoruar zbatimin e rekomandimeve, gjë që e bën të pamundur ndjekjen sistematike të institucioneve që devijojnë nga standardet ligjore dhe ato etike të menaxhimit financiar. KLSH ka evidentuar vonesa mospërputhje financiare dhe mungesë dokumentacioni në disa raste dhe të plot në disa prej kontratave koncesionare që parafolësit e mi shpesh këtu përmendën. Sigurisht që ka ardhur një kohë ku auditimet që shtrihen për periudha më të gjata të verifikohen kostot reale dhe përmbushja e standardeve të shërbimit. Duhet të jemi të qartë në mesazhin që përcjellim. Asnjë kontratë që përdor fonde publike nuk mund dhe nuk duhet të mbetet në errësirë. Sot qytetarëve duhet u themi qartazi se transparenca nuk është luks, por është detyrim. Në kontekstin tjetër atë të integrimit evropian, KLSH duhet jetë jo vetëm kontrollues, por partner në reformën e mirë qeverisjes. Rekomandimet e tij për përmirësimin e auditimeve të performancës, integrimin e analizës së dëmit ekonomik dhe zgjerimin e auditimeve në teknologjinë e informacionit janë hapa që lidhen drejt për drejt me prioritetin e Clusterit 1, njohur ndryshe Fundamentals, të negociatave me Bashkimin Evropian. Digitalizimi, metodologjia e unifikuar e riskut dhe përfshirja e qytetarëve përmes komunikimit publik, sigurisht janë garanci që ky institucion në këtë aspekt po ecën absolutisht në drejtimin e duhur, drejt standardeve të BE-s dhe të një administrate që i shërben qytetarit me integritet dhe profesionalizëm. Në fund dua ta them qartëzia të çka mendoj. KLSH-ja nuk është roje që raporton pasi dëmi ka ndodhur. Është një mekanizëm që mund dhe duhet të tentojë të parandalojë
abuzimin dhe të edukojë administratën. Një kohë kur qytetarët kërkojnë më shumë transparencë, më shumë efikasitet dhe më pak justifikime, sigurisht që mbështetja ndaj këtij institucioni nga të gjitha palët duhet jetë e plotë, por sigurisht duhet jetë edhe kërkuese. Sepse vetëm aty ku kontrolli bëhet kulturë dhe përgjegjësia kthehet në standard, llogaridhënia bëhet pjesë e përditshme e qeverisjes. Faleminderit. Faleminderit, zoti Malaj.